Gjykata e posaçme u shndërrua në skenë krimi. Një konflikt mes të pandehurve degradoi në përdorimin e forcës mes tyre. Dy vëllezër dhe kushëriri i tyre që akuzohen për vrasjen e 23 vjeçarit Renis Dobra u përleshën brenda kafazit të qelçt me një tjetër të pandehur. Situata sa e pazakonta që dhe pa precedent mes vëllezërve Aleksandër Kristi dhe Fation Burgjokaj agravoi në dhunë ndaj Petrit Çakrit, në ndyshimet se ky i fundit sipas tyre ka spionuar dhe ka treguar rrethana të pasakta ndaj krimit për të cilin ata dyshohen. Burime bëjnë të ditur se sherrri i dhunshëm nisi pasi kishte filluar seanca paraprake, ku i pranishëm ishte edhe gjyqtari i çështjes Bib Ndreca dhe prokuroria e dosjes Manjola Kajana. Ky është momenti kur policia e shtetit dhe shqiponjat ndërhyjnë për të parandaluar përplasjen. Nga dhuna e ushtruar në përpjekje për të ndaluar konfliktin, janë lënduar dhe 3 policë që shoqëronin të pandehurit. Ngjarja u referua më pas në komisariatin numër 3 në Tiranë. Vëllezërit Burgjokaj dhe Petrit Çakri akuzohen për vrasjen makabre të Renis Dobrës, i cili u rrëmbye, u mbyt me litar dhe më pas u hodh në liçenin e Shkopetit në Mat. Dyshimet janë se vrasja e tij u bë për pazar e droge përmes grupit të strukturuar kriminal.